Kjo është një histori dhimbjeje, dashurie dhe shpengimi. Një histori që fillon me një padrejtësi, por që më vonë do të prekë zemrat në një mënyrë që askush nuk e priste. Ishte një mëngjes I qetë në rezidencën luksoze të familjes Alimaj. Kuzhina e madhe me mermer shkëlqente nga pastërtia, dritaret e gjera lejonin dritën e butë të mëngjesit të hynte brenda, dhe gjithçka dukej në rregull, si çdo ditë tjetër. Por në atë mëngjes diçka ndodhi që do të ndryshonte jetën e dy njerëzve përgjithmonë. Maria, çfarë po bën? Zëri I ftohtë dhe I kontrolluar u dëgjua papritur në kuzhinë. Ai kishte një ton autoritar që e bënte çdo njeri të ndalej menjëherë. Maria u kthye ngadalë, me zemrën që I rrihte fort në gjoks. Përballë saj qëndronte pronari I shtëpisë, Ricard Alimaj. Ai ishte një burr rreth të 38-ave, I veshur me një kostum gri elegant, me një filxhan kafeje në dorë. Sytë e tij të mbret ishin ngulur drejt saj, të qetë por të rëndë, sikur mund të shikonin përmes çdo justifikimi. Maria nuk arriti të fliste. Buzët ju hapën, por fjalët nuk dolën. Përpara saj ishte çanta e hapur. Brenda saj dukeshin qartë disa copa buke dhe disa fruta që ajo sapo I kishte futur me nxitim. Ricardi vendosi filxhanin e kafes mbi tavolinën prej mermeri me një lëvizje të ngadaltë. Ai shikoi çantën. Pastaj shikoi përsëri Marien. Vendosi përsëri aty ku I more. Duart e saj filluan të dridheshin. Ajo nxori bukën dhe frutat një nga një dhe I vendosi mbi tavolinë. Gati sa nuk I ran nga duart. Sytë ju mbushën me lot, por ajo nuk qau. Ajo kur nuk qante përpara njerëzve të pasur të asaj shtëpie. Ti mund të largohesh, tha Ricardi me një ton të prerë. Sot është dita jote e fundit këtu. Nuk dua hajdut në shtëpinë time. Fjalët e tij ranë mbi të si një gur I rëndë. Maria ndjeu sikur toka u hap nën këmbët e saj. Pa thënë asnjë fjalë tjetër, ajo mori çantën, uli kokën dhe doli nga dera e pasme e rezidencës për herë të fundit. Por ajo që Ricardi nuk e dinte ishte se në atë moment nuk kishte humbur vetëm një punëtore. Ai sapo kishte shkatëruar burimin e vetëm të jetesës për 2 jetë të brishta. Dhe ajo që ai do të zbulonte më vonë do ta bënte të binte në lodh. Maria ishte vetëm 24 vjeçe, por sytë e saj mbanin peshën e një jete shumë më të gjallë. Ajo kishte punuar në rezidencën e familjes Alimaj për 3 vjet. Për shumicën e njerëzve në atë shtëpi, ajo ishte thjesht një figurë në sfond, një vajzë që pastronte, fshinte, rregullonte dhe zhdukej pa u vënë re. Ajo vinte çdo mëngjes nga një fshat I vogël në periferi. Çdo ditë zgjohej para agimit. Atë mëngjes ishte zgjuar në orën 5. Para se të dilte nga shtëpia, ajo ishte ndalur për një moment pranë shtratit të gjyshes së saj. Gruaja e moshuar flinte në një dyshek të hollë, e mbuluar me një batanie të vjetër. Gjyshja e saj quhej Concheta. Fryma e saj ishte e rëndë dhe e lodhur. Kollitja e fortë e natës së kaluar ende I honte në mendjen e Marijës. Ishte një kollë e thellë, e dhimbshme, që dukej sikur vinte nga thellësia e mushkërive. Maria nuk kishte ngrënë mëngjes. Në shtëpi nuk kishte ushqim. Ajo mori çantën e vjetër dhe eci pothuajse 2 kilometra në rrugën me pluhur deri te stacioni I autobusit. Çdo ditë ishte e njëjta rrugë. Pluhuri që ngrihej nga toka, dielli që sapo linte dhe autobusi I mbushur plot që bënte më shumë se 1 orë rrugë deri në qytet. Kur ajo mbërrinte në kuzhinën e rezidencës së madhe, gjithmonë shihte të njëjtën gjë: tavolina të mbushura me ushqim, frigorifer plot, fruta të freskëta dhe bukë të sapo pjekur. Dhe stomaku I saj shpesh gërriste nga uria. Atë ditë, ndërsa pastronte dollapët, ajo ndaloi për një moment. Askush nuk ishte aty. Punoniset e tjera kishin shkuar në katin e sipërm. Ajo mbylli syt për një sekond, sikur kërkonte falje në heshtje. Pastaj hapi çantën dhe futi disa copa buke dhe disa fruta. Jo për vete. Për gjyshen. Sepse Concheta nuk ishte gjithmonë e sëmur. Kur Maria ishte vetëm 3 vjeçe, prindërit e saj kishin vdekur në një aksident rrugor gjatë një nate me shi të fortë. Makina kishte dalë nga rruga dhe kishte rënë në një gremin. Maria kishte mbijetuar për mrekulli në sediljen e pasme. Prindërit e saj nuk kishin mbijetuar. Që nga ajo ditë, Concheta ishte bërë gjithçka për të, nën, baba dhe shtëpi. Ajo kishte punuar gjithë jetën duke larë rroba për familjet e pasura dhe duke shitur ëmbëlsira shtëpie në rrugë. Duart e saj ishin të forta dhe të ashpra nga puna, por zemra e saj ishte gjithmonë e butë.
Zoti kujdeset për ne, bia ime, i thoshte gjithmonë. Për shumë vite, Maria e kishte besuar këtë. Ajo ishte një nxënëse shumë e mirë në shkollë. Madje ëndërronte të bëhej infermiere një ditë për të ndihmuar njerëzit ashtu si gjyshja e saj kishte ndihmuar gjithmonë të tjerët. Por gjithçka ndryshoi kur Concheta filloi të dobësohej. Fillimisht ishte vetëm një kollë e lehtë. Pastaj u bë më e shpeshtë. Pastaj nuk ndalonte më. Pas muajsh pritjeje në spitalet publike dhe analizave të shumta, mjekja i thiri në një dhomë të vogël. Zonja Concheta, tha ajo me zë të butë, analizat tregojnë se bëhet fjalë për kancer në mushkëri. Është në fazën e dytë. Dhoma u mbush me heshtje. Maria ndjeu sikur bota u shemb mbi të. Trajtimi ishte i shtrenjtë. Ilaçet që spitali jepte falas nuk mjaftonin. Një ilaç i rëndësishëm kushtonte shumë para çdo muaj. Për këtë arsye Maria kishte lënë shkollën dhe kishte filluar të punonte. Dhe për këtë arsye ajo kishte marrë bukën dhe frutat atë mëngjes. Por Ricard Alimaj nuk dinte asgjë nga këto. Në sytë e tij, ai kishte parë vetëm një punëtore që po vinte, dhe kështu ai e kishte përzënë nga puna. Ai nuk e dinte se së shpejti do të mësonte të vërtetën, dhe se ajo e vërtet do t'ia thyente zemrën. Ishte një rregull i thjeshtë. Një rregull që për Ricard Alimaj kishte qenë gjithmonë i drejtë dhe i padiskutueshëm. Kush vinte nga shtëpia e tij, largohej pa përjashtim. Ai e kishte ndërtuar jetën e tij mbi disiplinën, mbi rregullin dhe mbi idenë se drejtësia duhet të ishte e njëjtë për të gjithë. Por atë ditë, diçka nuk po e linte të qetë. Ndërsa pinte kafen dhe kontrollonte emailet në zyrën e tij të madhe, mendja i kthehej vazhdimisht te i njëjti moment. Duart e Maries që dridheshin. Çanta e hapur mbi tavolinë. Copat e bukës dhe frutat. Ai kishte parë shumë njerëz të gënjenin gjatë jetës së tij. Kishte parë punonjes që përpiqeshin të justifikonin gabimet e tyre, që sfidonin autoritetin e tij ose që shfaqnin zemërim kur kapeshin në faj. Por ajo që kishte parë në fytyrën e Maries nuk ishte as zemërim dhe as sfidë. Ishte turp, një turp i thellë, i heshtur, nga ata që të shtrëngojnë gjoksin dhe të bëjnë të mos gjesh fjalë për të folur. Ai përfundoi 2 telefonata pune dhe mori pjesë në një takim virtual, por mendja i kthehej vazhdimisht te një pyetje që nuk e linte reja. Pse do të rrezikonte dikush punën për disa copa buke dhe fruta nëse merrte rrogë çdo muaj? Kjo pyetje po i rrotullohej në mendje pa pushim. Pak më vonë, në derën e zyrës së tij u shfaq kuzhinierja kryesore e rezidencës, Jona. Ajo kishte punuar në atë shtëpi për 8 vjet dhe ishte një nga njerëzit më të besueshëm të stafit. Por shpreja në fytyrën e saj atë ditë ishte ndryshe. Zotja Ricard, tha ajo me një ton serioz, a jeni i sigurt për atë që bëtë me Marien? A Ricardi ngriti syt nga dokumentet. Ajo po vifte, Jona. Jona nuk u tërhoq. Ajo ishte e uritur, zotëri. Dhe gjyshja e saj ka kancer. Fjalët ranë në dhomë si një goditje e papritur. A Ricardi qëndroi në heshtje për disa sekonda. Çfarë the? Pyeti ai ngadalë. Jona hyri në zyrë dhe mbylli derën pas vetes. Pastaj filloi të tregonte gjithçka që dinte. Ajo foli për gjyshen e Maries, Conchetën. Për sëmundjen e saj. Për trajtimin e shtrenjtë, për ilaçet që kushtonin më shumë se paga mujore e vajzës. Ajo tregoi edhe diçka tjetër që Ricardi nuk e kishte vënë kurrë re. Maria kur nuk hante drek këtu, tha Jona qetë. Edhe pse kishte të drejtë. Gjithmonë thoshte se nuk kishte uri. Por unë e shija ajo mbështillte ushimin me një pecet dhe e fuste në çantë. Ishin gjithmonë mbetjet që do të përfundonin në plehra. A Ricardi u ngrit ngadalë nga karrigia. Pse nuk më the kurrë? Pyeti ai. Jona e shikoi drejt në sy. Sepse ju kur nuk pyetet për të, zotëri. Në fakt ju kur nuk pyetet për asnjërin prej nesh. Ajo fjali mbeti pezull në ajër. A Ricardi mori palton pa thënë asgjë tjetër, doli nga shtëpia dhe hipi në makinën e tij. Ai i kërkoi shoferit adresën e Maries, të cilën e gjeti në dokumentet e kompanisë. Makina filloi të lëvizte nëpër rrugët e gjera dhe të bukura të lagjes së pasur ku ndodhej rezidenca. Por shumë shpejt gjithçka filloi të ndryshonte. Rrugët u bën më të ngushta. Pastaj u shfaqën lagje të varfra. Asfalti u kthye në kaldrëm të vjetër dhe më pas në rrugë balte. Shtëpit u bën gjithnjë e më të vogla,
Shoferi u detyrua të ngadalsonte makinën në një rrugë me gropa që e tunte fort automjetin luksoz. Arikardi shikonte nga dritarja dhe ndjente se kishte hyrë në një botë krejt tjetër nga ajo që njihte. Më në fund makina ndaloi. Përpara tyre ishte një shtëpi shumë e vogël, e ndërtuar me balë dhe dru. Dera ishte e vjetër dhe e gërryer nga koha. Dritarja kishte një copë plastike në vend të xhamit. Arikardi zbriti nga makina. Para se të trokiste në derë, dëgjoi zëra që vinin nga brenda. Një zë i ri dhe një zë i vjetër, i dobët, por plot dashuri. Ai u ndal dhe dëgjoi. Gjyshja e solla ilaçin, tha zëri i Marijes. Bia shkove sot në punë, pyeti Konçeta me zë të lodhur. Është shumë herët që të jesh kthyer. Pati një pauzë të shkurtër. Duhej të largohesha më herët sot, tha Maria. Jo, tha Konçeta me butësi. Zëri yt është ndryshe. Heshtje. Pastaj Maria foli përsëri. Më pushuan nga puna. Nga brenda u ndje një heshtje e rëndë. Pse, bi? Sepse mora pak ushqim, tha Maria me zë të thyer. Ushqim që gjithsesi do të hidhej. Por ai më pa dhe mendoi se isha hajdute. Konçeta heshti për një moment. Kur foli, zëri i saj ishte i qetë, por i mbushur me dhimbje. Mos u mërzit, bi. Zoti do të kujdeset. Amin, gjyshe, u përgjigj Maria me lot në zë. Pastaj ajo pyeti, a e more sot ilaçin? Konçeta hezitoi. Po. Gjyshe, insistoi Maria but. E mora, pranoi ajo me zë të dobët. Por më thuaj me çfarë parash e bleve këtë ilaç? Ti nuk kishe para. Maria heshti për një moment. Pastaj tha ngadalë, e shita telefonin tim dje te një dyqan elektronikash këtu pranë. Jashtë derës, Arikardi mbylli sytë. Ai dëgjoi Konçetën të qante në heshtje. Ishte një vaj i përmbajtur, i dhimbshëm. Mos qaj, gjyshe, tha Maria. Do të gjej një punë tjetër. Të premtoj. Gjithçka do të rregullohet. Si do të rregullohet, bi? Pyeti Konçeta me zë të dobët. Ilaçet e mia kushtojnë shumë. E di, tha Maria. E di çdo gjë. Lëre këtë shqetësim për mua. Ti duhet të ishe duke studiuar, përshpëriti Konçeta. Duhet të kishe jetën tënde. Maria u përgjigj me njëherë, jeta ime je ti, gjyshe. Gjithmonë ke qenë ti. Në atë moment, Arikardi ndjeu sytë ti digjinin. Ai shikoi duart e tij. Duart që nuk kishin dridhur kur për të marrë një copë bukë. Duart që nuk kishin pasur kur nevojë të shisnin një telefon për të blerë një ilaç. Ai trokiti në derë. Pas pak, Maria e hapi derën. Kur e pa, fytyra e saj u zbardh. Zoti Arikard. Ai hyri brenda ngadalë. Jo nga arroganca. Por sepse ndjeu se nëse qëndronte jashtë, këmbët nuk do ta mbanin më. Brenda ishte vetëm një dhomë. Një shtrat i vjetër me një dyshek të hollë. Një karrige lëkundëse ku rinte Konçeta me një batanie mbi gjunjë. Një tavolinë e vogël me 2 shishe ilaçesh dhe një gotë ujë. Një sobë e vogël me 2 vatra. Konçeta e shikoi me dinjitet. Ju jeni punëdhënësi i saj? Pyeti ajo qetë. Isha. Tha Arikardi me zë të ulët. Ajo bëri një shenjë me kokë. Ulu, birë. Nuk kemi luks këtu, por kemi dashuri. Dhe pikërisht aty, në atë stol të thjesht druri, Arikard Alimaj, njeriu që zotëronte kompani, makina dhe shtëpi të shumta, u ul dhe qau. Por historia nuk mbaroi aty. Sepse shëndeti i Konçetës ishte më i keq nga sa mendonin të gjithë. Të nesërmen, Arikardi organizoi një takim me onkologun më të mirë të qytetit dhe vendosi të paguante çdo trajtim. Kur mjeku shqyrtoi analizat, ai foli me kujdes. Zonja Konçeta, kanceri ka avancuar. Jo në fazën më të rëndë, por trajtimi që keni bërë deri tani nuk ka qenë i mjaftueshëm. Konçeta e shikoi drejt në sy. Doktor, tha ajo me qetësi, më thuaj të vërtetën. Mjek, pyeti Konçeta me zë të qetë, por me një seriozitet që mbushi të gjithë dhomën, sa shanse kam? Mjeku ndaloi për një moment para se të përgjigjej. Ai ishte mësuar të jepte lajme të vështira, por kishte diçka në mënyrën se si ajo e shikonte, pa frikë, pa dramë, vetëm me një dëshirë të sinqertë për të ditur të vërtetën.
Me trajtimin e duhur, tha ai më në fund, mund të kemi rreth 40 deri në 60% mundësi për remision. Por është shumë e rëndësishme që trajtimi të fillojë sa më shpejt. Maria shtrëngoi fort dorën e gjyshes së saj. Atëherë fillojmë nesër, gjyshe, tha ajo me vendosmëri. Concheta e shikoi me sytë e mbushur me lot, por buzëqeshi. Ti je njësoj si baba yt, tha ajo me zë të butë. Kokfort deri në fund. Maria buzëqeshi lehtë. Kam mësuar nga më e mira. Dhe kështu filloi betejë. Në muajt që pasuan, Arikard Alimaj u kujdes për gjithçka. Ai organizoi trajtimin, ilaçet, analizat dhe konsultat e vazhdueshme me specialistët më të mirë. Ai nuk e bëri këtë për të shlyer një faj, por sepse ndjeu për herë të parë në shumë vite se po bënte diçka që kishte kuptim të vërtetë. Ai gjithashtu e riktheu Marien në punë në rezidencë. Por këtë herë gjithçka ishte ndryshe. Ai ja trefishoi pagën dhe I siguroi orare më fleksibël që ajo të mund të kujdesej për gjyshen e saj. Por ndryshimi më I madh nuk ishte paga. Ishte fakti që tani ai e njihte. Ai e dinte emrin e saj, historinë e saj dhe sakrificat që kishte bërë. Ai e dinte se ajo kishte lënë shkollën për të shpëtuar jetën e gjyshes. Një ditë, Arikardi mori një vendim tjetër. Ai e regjistroi Marien në një kurs përgatitor për universitet. Ajo filloi të studionte çdo mëngjes herët para se të fillonte punën. Shpesh në kuzhinë, tavolina ishte e mbuluar me libra dhe fletore. Drita ndiqej para orës 6 të mëngjesit. Arikardi kalonte ndonjëherë në heshtje dhe e shite të përkulur mbi libra me një përqendrim të jashtëzakonshëm. Ajo nuk mungoi asnjë ditë në punë. Dhe pikërisht gjatë atyre muajve filloi të ndryshonte diçka mes tyre. Jo në mënyrë të shpejtë. Jo si në tregimet romantike. Por në mënyrë të vërtetë, të qetë, që rritet ngadalë. Një mëngjes Arikardi la mbi tavolinë një libër për infermierin me një shënim të vogël, për një person shumë të veçantë. Të nesërmen, Maria la një filxhan kafeje shtesë për të. Ai filloi ta pyeste çdo ditë për Conchetën. Dhe për herë të parë, ajo filloi t'i përgjigjej me të vërtetë, jo vetëm me një është mirë. Një mbrëmje, pasi të gjithë punonjësit ishin larguar, ata mbetën të dy në kuzhinë duke pirë kafe. Filluan të flisnin. Për jetën e Marijes. Për fëmijërinë e saj të vështirë. Për ëndrrën e saj për t'u bërë infermiere. Pastaj ajo e pyeti papritur, ti nuk ndjen mungesë për askënd? Arikardi heshti për një kohë të gjatë. E vërteta, tha ai më në fund. Nuk e dija që më mungonte dikush, derisa pash atë që kishte në shtëpinë tënde. Maria e pa me kureshtje. Çfarë pe? Jetë, tha ai. Ishte e gjallë. Ishte e vërtetë. Unë nuk e kam pasur kur atë. Maria e shikoi ndryshe në atë moment. Dhe edhe Arikardi e shikoi ndryshe. Por jeta kishte ende një provë të fundit për ta. Concheta luftoi për 7 muaj. Ajo shkoi në çdo seancë kimioterapie me të njëjtën forcë dhe besim që kishte pasur gjithë jetën. Ndonjëherë ndihej aq keq sa mezi mund të qëndronte ulur. Por gjithmonë përpiqej. Natën shpesh kishte dhimbje të forta. Ajo përpiqej të qante në heshtje në banjë, duke menduar se Maria nuk e dëgjonte. Por Maria e dëgjonte gjithmonë. Ajo qëndronte jashtë derës me dorën mbi dru, ndërsa lotët I rridhnin në heshtje. Një natë nuk duroi më. Gjyshe jam këtu jashtë, tha ajo me zë të ulët. Concheta u përpoq të dukej e fortë. Shko fle, bi. Jam mirë. Jo, tha Maria. Unë nuk besoj. Pas pak, dera u hap. Concheta ishte ulur në dyshemen e ftohtë, e zbeth dhe e lodhur. Maria u ul pranë saj pa hezitim. Të dyja qëndruan në heshtje për disa minuta. Kam frikë, Maria, tha më në fund Concheta. Ishte hera e parë që e pranonte. E di, u përgjigj Maria me zë të dridhur. Edhe unë kam. Por ti nuk je vetëm. Kur nuk do të jesh. Concheta mbështeti kokën në shpatullën e saj dhe ato qëndruan ashtu deri në agim. Arikardi filloi ta vizitonte Conchetën çdo javë. Ajo e priste gjithmonë me një buzëqeshje të ngrohtë. Një pasdite, ndërsa pinin çaj, ajo e pyeti papritur, a të pëlqen besa ime? Arikardi pothuajse u mbyt me çajin. Zonja Concheta. Ajo qeshi lehtë. Kam kancer, bir, por nuk jam e verbër.
Ai qeshi gjithashtu. Më pëlqen shumë, pranoi ai. Concheta bëri me kokë. Ajo gjithashtu të pëlqen. Por ka frikë. Gjithmonë ka menduar se është shumë e padukshme për t'u dashur. Maria nuk është e padukshme, tha Arikardi me vendosmëri. Unë isha ai që nuk shite. Concheta e vështroi për një moment të gjatë. Ki kujdes për të, tha ajo më në fund. Ajo kujdeset për të gjithë dhe nuk lejon askën të kujdeset për të. Arikardi bëri një shenjë me kokë. Do të kujdesem. Por një muaj më vonë erdhen lajmet e këqija. Tumori nuk po reagonte më ndaj trajtimit. Mjeku i thiri Marien dhe Arikardin në një bisedë private. Kanceri ka avancuar, tha ai me kujdes. Kimioterapia nuk po funksionon më. Mund të ofrojmë vetëm trajtim paliativ për të lehtësuar dhimbjen. Maria dëgjoi gjithçka pa qajtur. Por sa po doli në korridor, këmbët nuk e mbajtën më. Arikardi e kapi para se të rrëzoi. Ajo mbështeti kokën në shpatullën e tij dhe qau. Qau për gjithçka. Për vitet e sakrificës. Për shkollën që kishte lënë. Për netët pa gjumë. Për bukën që kishte marrë me duar që dridheshin. Arikardi nuk tha asgjë. Ai vetëm qëndroi aty dhe e la të zbrazte gjithë dhimbjen që kishte mbajtur brenda për kaq gjatë. Concheta vendosi të mos qëndronte në spital. Ajo donte të kalonte muajt e fundit në shtëpi, pranë Marijes. 5 ditë para fundit, ajo i thiri të dy pranë shtratit. Dua t'ju shoh bashkë para se të iki, tha ajo. Gjyshe. Filloi Maria. Më lër të flas, tha Concheta. Ajo mezi merrte frym. Jam krenare për ty, bi. Jo për gjërat që kemi pasur, por për njeriun që je bërë. Pastaj ajo u kthye nga Arikardi. Ti mësove vonë, por mësove. Kujdesu për vajzën time. Ju premtoj, tha ai me sy të mbushur me lodh. Concheta mbylli syt për një moment. Jam e lodhur, por jam në paqe. Ajo vdiq 5 ditë më vonë, në një mëngjes të qetë, me dorën e Marijes në dorën e saj. 3 muaj më vonë, Maria kaloi provimin për Universitetin e Infermierisë. Kur e mori lajmin, ajo telefonoi Arikardin me zë që dridhej. Kalova. Ai heshti për një moment. E dia, tha ai me buzëqeshje. Ajo filloi studimet në semestrin tjetër. Një pasdite, ndërsa ajo studionte në kuzhinë, Arikardi u ul përballë saj. Kam një pyetje, tha ai. Çfarë? Pyeti ajo. Kam humbur 3 vjet pa të parë, tha ai. Nuk dua të humbas më kohë. Ajo e mbylli librin ngadalë. Çfarë po më pyet, Arikard? Ishte hera e parë që e thërriste në emër. Ai buzëqeshi. A do të ndërtojë një jetë me mua? Maria heshti për një moment. Pastaj tha, nuk është vonë, është në kohën e duhur. Ata u martuan në një ceremoni të vogël në një të shtunë korriku. 6 muaj më vonë, hapën një klinik onkologjike falas për njerëzit që nuk kishin mundësi trajtimi. Në hyrje shkruaj me shkronja të arta, Instituti Concheta. Sepse askush nuk duhet të luftoj vetëm. Një natë, Maria dhe Arikardi qëndruan përballë ndërtesës duke parë emrin. Ajo do ta kishte dashur këtë, tha ai. Maria buzëqeshi me lot në sy. Ajo e di.